do të jetë aksioni opozitar dhe a do të jetë kjo verë e nxehtë për opozitën apo do të marrë pushimet? Faleminderit. Opozita nuk ka pushime. Opozita ka kryengritje paqësore, betejë të panërprerë me mafjen më të rrezikshme të Europës dhe njërin prej më të rrezikshme në botë. Ndaj dhe ne, që i kemi shpall luftë mafjes, në emër të shtetit ligjor, rendit kushtetues, transparencës, të drejtave të qytetarëve, nuk mund të kemi asnjë pushim. Betej dhe vetëm betej. Zoti Berisha, në datën 23, demokratët do të thirren për të votuar sërish juve për një mandat tjetër 4 vjeçar në këtë Partisë Demokratike. A do të bëni fushat apo jeni i qetë duke qenë se s'keni kandidat përballë për këtë zgjedhje që janë 23? Unë të bëj fushat? Siç kemi bërë, siç është zakoni që kandidatët drejtoren të antarësia për të marrë vota. Me datën 23, antarët e Partisë Demokratike janë të ftuar në një proces, një antar, një vot, të shprehim votbesimin e tyre për Sali Berishën. Dhe me këtë mbyllet në mënyrën në votimin më transparent procesi i zgjedhjes së kryetarit të Partisë Demokratike. Ky proces, duhet të sqaroj, ky proces i cili u përfol nga ligësit në mënyrën më të pa përmbajtur, shënon formën më demokratike, procesin më demokratik të zgjedhjes së një lideri partije. Por, natyrisht, prania e kandidatëve është një diçka shumë e mirëpritur në këtë proces. Por e vërteta është se në 75% të rasteve kur në garë është kryetari, për fat jo të mirë, të tjerë nuk hynë në garë. Pse nuk hynë në garë? Jo se s'mund të hynë në garë. Mund të hynë plotësisht, por sepse nuk dëshirojnë të angazhohen në një garë që nuk kanë të sigurt rezultatin. Dhe kjo nuk është vetëm në Shqipëri, kjo është në Europë dhe në botë, kjo është statistika e kësaj lloj gare. Shumica e partive politike në botë nuk e zgjedhin me një antar një vot kryetari. Jo. E zgjedhin me forume. E zgjedhin gjerë me aklamacion, me durtrokitje, dhe merret si ekuivalent të vote. Ne e zgjedhim me praktikë një antar një vot. Partia Socialiste e ka në statut një antar një vot, po nga 2009 gjërë tani, as një antar i Partisë Socialiste apo i linjes mafioze nuk është thirrur, nuk ka patur mundësi, nuk është lejuar të votoj për kreun e Meduzës. Dhe tani, mediat e kontrolluara nga Edi Rama, në mënyrë që të sfumojnë procesin
një antar një vot që zhvillohet tek partia opozitare dhe mungesën totale të tij tek partia tjetër, partia e krimit, merren me procesin e partisë opozitare. Kërkojnë me çdo kusht t'i krijojnë kandidat, madje edhe ata që kanë themeluar vetë parti tjera, kanë themeluar parti e tjerë, personazhe të vërteta të realizmit fantastik të Garcia Marquezit apo ndonjë shkrimtari tjetër të kësaj zyme. Kandidati apo aspiranti për kandidat që më pas u përjashtua nga KOKO, Ervin Saliani, ka dërguar një letër Partive Popullore Europiane dhe drejtuesve të Partive Europiane të Qendrës së Tillë, ku thotë se në PD po azilsohen standardet demokratike dhe pluralizmi i brendshëm. A i druani ju një krizë të marrëdhënie me PP-n pas kësaj letre ku pretendohen fakte rreth garës së Partisë Demokratike? Partia Demokratike është antare e të gjitha këtyre institucioneve dhe ai që shkruan letër është një vetë përjashtuar nga kjo parti. Por ai natyrisht ka të drejtat. E ti mund të shkruaj letra ku të dojë, është i lirë, sikundër, është i lirë të drejtohet organeve të partisë, gjykatës partisë, ku të shpreh ankesën, megjithëse ai u vetë përjashtua, zgjodhi vetë përjashtimin. Ndaj dhe letrat e shkruar nga zyra e Edi Rams apo ndonjë tjetri nuk kanë asnjë vlerë për Sali Berishën. Secili mund shkruaj letra. Tjetër, kaq. Faleminderit.